Dy ngjarje të ditëve të fundit në pamje të parë krejt pa lidhje me njëra tjetrën i kanë ringjallur Edi Ramës një fantazmë që e ndjek si hije nga pas, miqësinë e tij me ish zyrtarin e korruptuar të FBI-s Charles McGonigal, cili do që rreket të vërë normalisht logjikën në punë do ta kishte të vështirë të kuptonte se si mund të evokohet skandali i ish agentit të manipuluar me para shqiptarësh gjatë vizitës së kryebashkiakut të New Yorkut në vendin ton. Edhe më e çuditshme do të ishte hakmarrja e një ish këshilltari të fushatës së parë të Donald Trumpit, ndaj talljes që Edi Rama i bëri vokacionit paqëdashës të presidentit amerikan duke botuar një foto të kryeministrit ton me McGonigal, por të dyja këto lajme të prodhuara brenda një harku të shkurtër kohor, pavarësisht nga njëra tjetra, sado paradoksale që të duken, kërkojnë një shpjegim. E para lidhet me një artikull të plotë të gazetës New York Times, duke komentuar vizitën surprizë të Eric Adams në Shqipëri me ftesë të Edi Ramës, e përditshme amerikane e referencës, e pikturonte kryeministrin ton si njeriu që përmendej plot 12 herë në dosjen penale të ish zyrtarit të FBI-s, edhe më tej akoma ajo etiketonte atë si një figurë kyçe të aktakuzës. Në këtë artikull, tema e të cilit ishte krejt e ndryshme nga afera Rama me Gonigal, ajo pushtonte 4 paragraf dhe rimerrej disa herë. Atëherë pse për shembull New York Times nuk thoshte se kryebashkiaku Adams po viziton vendin e një kryeministri ku do të shpallet shteti Bektashi, ishte ftuar nga ai i cili ka mbledhur 2 herë në Tiranë liderët e gjithë Evropës, pikërisht tek ai që i theu hundët ambasadorit rus kur drejtonte Këshillin e Sigurimit, apo tek ai që i parapriu një bumi impresionues turistik. Qeveria paguan faturën e vizitës pa protokoll të Eric Adams në Shqipëri, jo asnjë nga këto. Gazeta newyorkeze e trajtonte Ramën thjesht personazh të dosjes McGonigal. Natyrisht asgjë nuk është e rastësishme. Kryebashkiaku Adams, i cili është në fund të mandatit të vet, mban mbi shtëpi një barrakuzash për korrupsion, rishfete dhe shërbime në këmbim të udhëtimeve të luksit dhe biletash të shtrenjta udhëtimi. Ndaj dhe në tekst i artikull të New York Times ishte i qartë, një i dyshuar si korruptuar po ftohet në Shqipëri nga një i dyshuar si korruptues. Gazeta, të cilës në këtë rast i interesonte Eric Adams dhe jo shefi i qeverisë son, rekej të jepte mesazhin se ai po përfitonte nga njeriu që kishte paguar McGonigal për të goditur opozitën e vendit të tij. Pra ajo nuk e diskutonte rolin e Edi Ramës në skandalin që tronditi FBI-n, thjesht e përdorte atë për të errësuar vizitën e dyshim të kryebashkiakut të New Yorkut. Po e njëjta logjik u përdor edhe nga një njeri i galaksisë maga George Papadopoulos, pasi u bë virale ajo video e famshme ku në praninë të presidentit Macron Edi Rama tallet me ngatëresën e Trumpit që pretendoi se kishte pushuar luftën mes Shqipërisë dhe Azerbajxhan. Ky ish këshilltar gjatë fushatës së parë të Trumpit u përgjigj menjëherë duke postuar një foto të McGonigal në zyrën me flutura në kryeministri. Ai e sqaroi në mënyrën më të shtruar se pse ndërmori këtë veprim, duke folur në një intervistë për gazetarin Armela Ferko se ky kryeministër, që nuk i njihte Trumpit rolin si paqëbërës, ishte thjesht një mik i McGonigal. Ndonse ky episod u pompua shumë nga opozita vendase dhe mediat e saj, si një sinjal se tani do fillonte hakmarrja amerikanëve ndaj Ramës, rëndësia e tij nuk qëndron këtu, jo vetëm për faktin se tashmë Papadopoulos nuk bën pjesë në rrethin e afërt të Trump, as për atë se postimi i tij është tepër periferik për tu trajtuar si një sinjal politik, por për një arsye tjetër. Përgjigjja e ish këshilltarit ka vlerë për të na treguar se tashmë përtej oqeanit, ata që kanë sadopak interes për Shqipërinë e kanë mësuar thembrën e akile të kryeministrit të saj, njësoj si gazetarët e New York Times edhe personazhet e magas e kanë të qartë se po të duash të godasësh Edi Ramën, mjafton të shfletosh fletët e dosjes McGonigal. Pikërisht në këtë pikë duhet kërkuar ajo që vlen për publikun shqiptar. Fakti që sa herë atyre në SBA kur u duhet të shigjetojnë Edi Ramën i përsërisin të njëjtin refren, tregon se fiks aty e kanë të kapur. Prandaj broçkulla që prodhoi propaganda rilindase se shefi nuk dinte gjë për kumbulla dhe dardha që hanin Neza dhe Duçka pas shpinës së tij, se ai nuk ka pasur një plan për shkatërimin e opozitës duke përdorur dosjen e rreme të financimeve ruse se midis $225,000 të paguara në një parking dhe selisë së qeverisë nuk kanë asnjë lidhje, sot nuk ka më asnjë vlerë. Fakti është se Edi Rama është shamat në dosjen McGonigal. Mëtej, të gjithë spekulojnë, shprehin dëshira apo thjesht gënjejnë kur vën bast për mënyrën se si amerikanët do ta përdornin këtë fakt.
Tirana me gjithë masakrën antikushtetuese të Ramës duket se do të shkojë në zgjedhje vendore me 9 nëntor. Arrestimi i kryebashkiakut Erion Veliaj pas 8 muajsh detyroi shefin kryeministër të veprojë. Deputetja Manastirliu është zgjedhja socialo-rilindase. Partia Demokratike bëri një kapërcim dhe një ofertë në kohën kur 11 maj 2025 ende nuk i ka dalë biopsia perëndimore e vëzhgimit, nuk shkoi pas agjendës së qeverisë. Figurat me profil politik të spikatur kishin dilema, duke dashur të zgjerojë aleancën elektorale sa më tepër ftoi qytetarët përtej partisë të bëshin gara e madhe. Natyrisht PD ka shumë emra me integritet dhe kontribut sakrifikues. Çdo njëri prej tyre do të mbillte dinjitetin e munguar dhe jo një orbital të paqen. Zyrtarisht PD dhe partitë e tjera opozitare kanë mbështetur artistin, arkitektin Florian Binajn, kandidat të vetshpallur. Turravrapi i pushtetit u kap gafil. Rama thiri në intervistë Ogertën, bodrumet informative të sajesave u ndezën, menduan në refrenin fajin e ka Saliu dhe nisën vallen. Po të kishte qenë fajtor Saliu më shpesh në këtë mënyrë, PD do të kishte më pak dëme elektorale dhe rezultat më të mirë. Thyen gishtat duke shkruar sa ishte imituesi komediani Ramës dhe po vesin dhe jo virtytin e kryeministrit kanë nxjerrë në pa me artin e tij. Me to është gajasur shikuesi. Harruan të thonë është arkitekt, bashkëmungesa e madhe e Tiranës është shpartalluar. Harruan të thonë se moderon dhe bashkëpërgatit një nga emisionet investigative më të mirë në vend. Profesionist në çdo punë, ka ndërtuar suksesin pa karrige në asnjë partie. Vërshuan foto ku ka qenë në një akt bamirësie ku ish kryebashkiaku shërbente, ndoshta propagandën e tij hapur para kamerave. Të gjithë ziliqarët politik, ata opozitar janë takuar me Velian fshehur. Ka prej tyre duar ngjyrë edhe në këtë leje ndërtimesh, investimesh dhe shërbimesh. Flori maksimumi ka marrë leje për arsye mirësjelljeje për t'u larguar në fund të takimit protestues në punë në llojin e punës dhe jashtë saj. Florin duhet ta votojnë banorët e Tiranës për të ndaluar ankesat e tipit janë të gjithë njësoj, e po ja që ky është ndryshe. Skepticizmi i kandidatit politik kur gara nuk ka të tillë apo kur intelektualet e angazhuar në PD nuk u thirrën nga partia për t'u përfshirë, ka në brendi element të një situate të pazakont. Asnjë deputet apo ministër i Ramës nuk është as 20% e Florit dhe do të ngjasonte me paraardhësin në qeli. Kandidimi i Binajt është një mundësi për të ndaluar vrasjen e Tiranës. Ai nuk varet as nga oligarkët, as nga partiakët, as trafikantët, as diplomatët. Një Flori si Flori për çlirimin e Tiranës është rasti kur PD bëri edhe nëse u zuprit rastësia dhe rrethanat, çfarë qytetarët e Tiranës dhe Shqipërisë i kërkojnë politikës, por e kapur nga statistikat e interesit, nuk u jep sukses e Flor. Mungesa e sigurisë në gjykata është evidente, madje në braktisje totale, ku edhe ai tek efektiv policie nuk qëndron tek dera për kontrollin e palëve në proces, por kujdeset për parkimin e gjykatës. Por vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja nuk është për fajt të sigurisë. Edhe nëse siguria do të ishte perfekte, një keqbërës do të kishte gjetur mënyra të tjera për kryerjen e aktit të tij. Vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja në thelb ndodhi për shkak të mungesës së drejtësisë, për shkak të mosbesimit të qytetarëve ndaj vendimeve që merr sot drejtësia, për shkak të zvarritjes së dosjeve, nga zbrazja e gjykatave për motive politike, për shkak të përdorimit që i bën sot politika drejtësisë, duke e shqitur reformën si histori suksesi me sondazhe të blera, karshillik i hapur ndaj qytetarëve që poropaten dyerve të gjykatave. E po e shkak është fakti se kryeministri i vendit, njeriu më i fortë në vend, që u investua për kapjen e drejtësisë, sot del dhe u bën gjyqin gjyqtarëve kur nuk i pëlqen vendimi. Ndaj përpara se t'i ktheni gjykatat si streha para burgimit të ruajtura nga polici, vendosini kazmën kësaj drejtësie të rënuar dhe riktheni besimin e qytetarëve tek këto institucione. Ishte e turpshme të dëgjoje drejtuesit e institucioneve të drejtësisë, të cilët kërkonin armatosjen e tyre në vend që të kërkonin zgjidhje të kolapsit nga ngarkesa, që në thelb i jep zgjidhje shqiptarëve. Ndaj të nderuar koleg të Astrid Kalas, mos ju drejtoni pushtetit që po ju vret, që të armatoseni për t'u drejtuar nga qytetarët, por ngrihuni në lartësinë që ju jep Republika e Shqipërisë dhe denonconi situatën në të cilën është zhytur drejtësia. Në të kundërt, pranoni që jeni bashkëfajtor në vrasje.
Kryebashkiaku i New Yorkut, i cili pas 3 muajsh nuk do të jetë më në detyrën që mban pasi është tërhequr edhe nga rikandidimi për shkak të akuzave për korrupsion, po zhvillon një vizitë mes polemikash në Shqipëri. Vizita e kryebashkiakut Adams është sponsorizuar nga qeveria shqiptare, e cila nuk ka dhënë asnjë shpjegim publik pse paguan shpenzimet për një kryebashkiak i cili për pak ditë del në pension politik dhe për më tepër arsyeja e largimit të tij nga rikandidimi janë akuzat për korrupsion. Edi Rama është i njohur për joshjen e politikanëve të huaj të cilëve u jep benefite në këmbim të lobingjeve personale dhe as pak për përfitime për vendin e taksapaguesit shqiptar. Gjatë deklaratës për shtyp me Ramën, Adams është treguar i kujdesshëm të përsërisë se shpenzimet e tij ja paguan Shqipëria dhe ndër ato pak fjalë që ka thënë ka lënë të kuptohet se mund të jetë një këshilltar i Ramës në të ardhmen. Jam për të përshëndetur dhe mësuar nga një mik, ka thënë ai gjatë fjalës së tij, duke patur parasysh se ka disa raste kur Edi Rama paguan me takset e shqiptarëve njerëz, të cilët pensionohen politikisht për afera të ndryshme në përbot, të cilët ai paguan me paratë e shqiptarëve dhe i përdor për lobingje në funksion të pushtetit personal dhe jo të Shqipërisë. Jemi angazhuar për të folur se si mund të krijojë një marrëdhënie simbiotike edhe në tregtim me produkte që prodhon këtu apo atje. Dua të ftoj të rinjt tuaj të vizitojnë Amerikën dhe të rinjt amerikanë të vizitojnë Shqipërinë. Duhet të jemi bashkë të përballojmë sfidat globale. Nuk jetojmë më në një mjedis të veçuar, por ndajmë të gjithë të njëjtin fat. Ka pasur shumë spekulime pse jam këtu. Jam këtu për të përshëndetur dhe mësuar nga një mik e për të forcuar një miqësi që nuk na lejon të kemi ndasi. Do të mësojmë nga njëri tjetri. Faleminderit miku im që më bë të mundur të jem këtu, ka thënë Eric Adams në deklaratë me Ramën. Kujtojmë se mediat dhe zyrtarë amerikanë kanë akuzuar Adams se ka treguar prirje për udhëtime jashtë vendit gjatë gjithë karrierës së tij politike. Si kryetari i qarkut të Brooklynit, ai raportohet të ketë udhëtuar 7 herë në Kinë. Si kryebashkiak, ai ka vizituar Greqinë, Katarin, Izraelin dhe disa vende të Amerikës Latine. John Carney, drejtuesi i grupit për qeverisje të mirë Reinvent Albany, e kritikoi vendimin e Adams për të pranuar një udhëtim të financuar nga një qeveri e huaj. Është krejtësisht e papërshtatshme, tha Carney. Kryebashkiakët e New Yorkut nuk duhet të lejohen të pranojnë asnjë dhuratë nga qeveritë e huaja. Ai shtoi se taksapaguesit duhet të paguajnë për udhëtimet e kryebashkiakut nëse ato ja vlen, por ai e konsideroi vizitën e Adamsit në Shqipëri pa shumë vlerë. Shqipëria ka lidhje ekonomike tepër minimale me qytetin e New Yorkut, tha ai, dhe nuk ka asnjë perspektivë që të bëhet një partner i rëndësishëm ekonomik. Adams u dërosh nga gara për rizgjedhje më shumë se një javë më parë, me sondazheve të dobta dhe vështirësive në mbledhjen e fondeve, të cilat përfshinin edhe refuzimin e fondeve shtesë të sigurimit nga Bordi i Financave të fushatave të qytetit. Zëdhënësja e Adams, Kajla Mamelak Altus, tha se udhëtimi i kryebashkiakut është në përputhje me politikat e qytetit dhe se planifikimi u përmbyll javën e kaluar. Një njeriu të zakonshëm mund t'i duket rastësore, tha ajo, por gjithçka është bërë në përputhje me udhëzimet e qytetit.